Përshëndetje gjithëve dhe siç mund ta shihni këtu kam disa produkte që do I hapem edhe I shohim bashkë. Këto produkte mi ka sjell te mu edhe kam marrë disa produkte që janë shumë dobishëm për mu edhe besoj që mund të jenë edhe për ju. Kështu që nëse jeni interesuar për këto produkte për me I marrë gati fal, vendosni këtë kodin këtu aty kërkoni produkte dhe do ja nxjerrë të gjitha këto me super çmim. Gati fal. Tash s'dikat janë nis. Po pastroni tavolinën një herë. Jam I sigurt që shumica për ju doni që t'ja nis me këtë më të madhen, edhe unë po ja nis me këtë pra. Nuk do ju le të prisni deri në fund që po se pat video deri në fund nuk mund ta shihni. Okej, e hapa. Manuale, një telekomandë bardh, një kabull ushqyes, disa vida, edhe është pjesa kryesore. Drita që vi kanë copa dash ka me montu vet. Fakt është logjike pasi është e madhe edhe nuk kanë se si e fusin ndryshe në kuti. Okej, ajo drita në 3 pjesë, edhe kjo më duket se është koma. Dhe po është e saktë është koma, është I gjithë metal, nuk është kallçuk. Tash duhet me montu kët. Tash kam I fut videt tash. Okej, dhe koma u montu, tash duhet me lidh këto pjesët që me diçka, kjo që ka këtu. Okej, u fut, shkoj shumë naltë valla. Edhe u plotsu, siç mund ta shihni, gjithë kjo dritë valla. Do thoni ju, çfarë duhet gjithë kjo gjë son. Dhe shihni, t'ju tregoj tash. Dhe produkti I dytë është një kaçavidë elektrike 68 në 1. Do me thonë ka 68 koka. Kjo më duhet shumë për këto videot ku hap bicikleta, skutera, po edhe për ditë në përshpit një mund, se 68 me çdo gjë do me thonë mundesh me marru me këtë. Edhe elektrike nuk rrin aty, direkt e bë vet kjo. Kto na shkutis pas ka çunu me disa, do me thonë mund ta përdorni në telefon, tablet, laptop, kompjuter, drone, smartwatch, edhe gjëra shtëpie si lavatriçe, frigorifer e tjerë. Shkojmë edhe hapim, që ka një tip kallçuku që se di të drejtën çfarë është. Kabel edhe që ka seti, një manual tu se ta përdorim, po s'besoj që dieta që vështirë me përdor një kaçavid. Ja se si hapet. Kjo madhe është kaçavida, këto pjesët e tjera janë kokat, ama ka dhe mrapa valla, që ka dhe mrapa plot. 68 mo, po nxjerr një herë ta provojmë. Okej, mund ta shihni këtu, shtyp butonin, trego baterinë edhe kjo rrotulliset. Gjëja që po më surprizon është që nuk bë ka fare zhurmë, edhe kokat që kanë me magnet u fut kanë vet aty. Deri tash është më pëlqy shumë si produkt. Pa dashje shtyp pa pas ka dhe dritë valla. Që element produktit të drejtën. Produkti I radhës është ky box I muzikës tu, cilin du ta përdor për setupin tim, sepse për box mora atë me wireless, që gjasë mos të kem kabla, ama them drejtën nuk është se më pëlqeu për atë punë, është më shumë për telefon, jo për kompjuter. Prandaj vendosa të marr këtë, që është me kabel, I cili më pëlqeu në pamje, ishte goxha I bukur edhe besoj cilëtetin do ketë mirë dhe e provojmë tash. Imja, pasha zotin je imja, shqyrëm si kur thom si je imja. A kupton që nuk ka shpëtim, edhe emri telefon ta kom lone imja, po e mbish për ty. Produkti I radhës është diçka tepër interesante. Shkojmë edhe hapim. Se keni idenë sa iron është, vjen vetëm produkti edhe një kabëll I vogël për ta kariku. E heqim nga qesja edhe thoni son çfarë është këtë pull e zezë, këtë gjë e çuditshme. Ky është një karikus portabël 50.000 mAh. Zakonisht një karikus portabël është 5.000 deri në 10.000, kurse kjo është 50.000. Këtu janë gjithë portat që ju duhen, keni 4 USB, një USB-C, micro USB për sa të se përdor më kurse Samsungat e vjetër, edhe Lightning që është për iPhone-at. Për ndërkohë që u thon, kjo mundet me hy shumë punë se të knaq. Si për laptopin, si për telefonin, e ma me vete edhe kjo bateri gjithë kohës. Edhe kjo produkt I radhës mund me hyn shumë në punë, kisha shumë nevojë për këtë gjë. Si fillim është karikusi, koma për ta majt, edhe produkti kryesor, një karikus 500 Watt, I cili mund të karikoj 8 gjona në njëjtën kohë. Tu keni 2 porte USB 20 Watt, 4 porte USB-C 65 Watt, edhe 2 porte 100 Watt, që nuk e di çfarë laptopit fuqishëm duhet kesh për të kërkoj 100 Watt, po Laptopi im kërkon 65 edhe kjo më hyn punë me kariku laptop, telefon, gjitha mundesh me kariku në një. Ose nuk do me kariku, do me fut pajisjet e kompjuterit, gjana që nuk duhet lidhen me kompjuterin, I fut këtu edhe I rahat. Për shembull këtë dritën mund ta veni me këtë edhe jeni në rregull. Ka komen e vet tu për menet, e mora të bardhë se duket më elegante, më e lezetshme.
Super produkti do bishëm për menimin tim. Nësa ky produkt është një produkt i sugjeruar nga Temu, thanë merre këtë provoje se do të pëlqeje. Hajde ta shohim se çfarë është. Okej. E heqim këto kallçukun. Kam pak idenë se çfarë mund të jetë. Kjo është nga ato që mundesh me vutë xhami makinës edhe me pa telefonin. Vjen me disa aksesorë edhe me këto me pastru. Siç mund ta shihni kjo lëviz gjithanej. Tash i shkojmë me rrotullisim. Edhe nuk hiqet gjallë. Ja, nuk hiqet. Mjafton ta rrotullisim edhe herë, edhe tashi del vet. Për gjithë ju që keni makinë, bollë majt edhe aty të e lidh e vajt me dorë telefonin, më mirë veje direkt aty në xham edhe bie rehat valla. Përdore për GPS e për gjitha. Produkti i radhës janë tastier dhe mouse me wireless. Do thoni ju son çfarë duan zoti të ketë tastier mouse gaming. Kto i kam marrë për t'i bëni prank airless. Se kur do vije nuk e di, po të e shifni edhe keni me vdek të qesh. Shkëm të lidhim kompjuter e t'ja tregoj se si janë. Sa po i lidha, që mund ta shihni kjo USB-a bardh. Vetëm shifeni se sa holl është tastiera o shok. Produkti i radhës janë disa kufje nga Hyundai, që është kompani makinash, nuk e di pse është po kufje. Me sa duket sot u shitet më makina se se bën njerëzit edhe kanë kaluar kufje. Okej. Me to vi kanë disa koka rezerv, kerikusi edhe kufjet. Është kuti gri, edhe mrena mund të shihni kufjet, do i provojmë edhe këto se çfarë kualiteti kanë. Kështu pamje, po më duken të lezetshme. Produkti i radhës është një USB hub, siç mund ta shihni këtu fut USB në kompjuter edhe masanej ke 7 USB. Gjë që më duhet mua se mungojnë shumë porta USB, ngela tu hedh një vet tjetër, mu dash se s'bën diçka e tillë. Kualiteti i kësaj po më surprizon se që ka metal edhe shumë kualitet i mirë. Ja se si funksionon. Siç mund ta shihni duken pak rrëmuj kablat, po ja kjo e bardha vetëm fut një USB, e masanej ke gjithë të tjerat mu 3 mu deshën edhe 3 kam vu. Produkti i radhës është një dritë për telefon, një dritë që e vën gjithë me kamerën në telefon edhe të shkëlqen fytyrën kur i të incizu. Okej, aku është drita, edhe kapsja dritës. Kjo pas ka nevojë për bateri, nuk qeka me karikim, veke bateri normale, edhe po ashtu bateri shpresoj se zgjat goxha. Shkojmë vëm bateri edhe ja u tregoj se si është. Ja se si vehet në telefon ose kështu nëse tu bë vlog. Shkojmë shtypim butonin, niveli i parë, i dyti edhe i treti, është goxha dritë. Edhe kjo kutia tjetër e madhe është një dritë, okej, e cila është për më bëj kështu lloj videosh. Shifeni se si hapet kjo. Këto krahen për me blloku dritën që mos të hapet gjithanej, po të vihet drejt në fytyrën tate dhe pranaj e zgjodhe. Tu merrna ka edhe tripodin edhe shkoj t'ja tregoj se si duket. Ja se si duket e ndezur, ja edhe tripodi se si është. Dhe produkti i funit është edhe kjo një USB hub. Është nga kompania Lana edhe mjafton të fusësh një USB dhe ke 2 USB-C dhe 2 USB. Këta mora për USB-C, se kam disa produkte që nuk kanë USB të madhe, që e bëtë punën ai tjetra, kështu që kam këtë për ato. Dhe këto ishin produktet që kanë nga Temu, bashkë me dritën aty. E përveç tyre vendosa të blej edhe vetë një mikrofon në Temu, i cili ishte shumë praktik. Kështu që po vendos këtu edhe këtë. Kjo ishte videoja, nëse jeni interesuar për këto produkte, linkun e keni në description. Mos harroni me përdor këtë kodin këtu, që të keni super zbritje. Edhe bashkë në videon e radhës. Bye bye.